10 aktorët më të pasur të planetit. Ndiqeni deri në fund sepse do habiteni dhe do kuptoni shumë gjëra. Në vendin e 10, Adam Sandler me 440 milion dollar. Në vendin e 9, Kevin Hart, 450 milion dollar. Në vendin e 8, Arnold Schwarzenegger, 450 milion dollar. Në vendin e 7, Robert De Niro me 500 milion dollar. Në vendin e 6, George Clooney, 500 milion dollar. Në vendin e 5, Tom Cruise me 600 milion dollar. Në vendin e 4, Shah Rukh Khan me 730 milion dollar. Kurse vendin e 3 e zë Dwayne Johnson me 800 milion dollar. Në vendin e 2, Jerry Seinfeld me 950 milion dollar. Kurse vendin e parë e zë Taylor Perry me 1 miliard dollar. Duhet të dini se buxheti parave GDP nominale e planetit është rreth 93.000 miliard dollar, ku në të llogaritën shtëpit, parat, trualli, makinat, prodhimi, taksat, biznesi e tjerë. Çdo vit ka një buxhet të caktuar, i cili varet nga buxheti shtetëror. Malta për shembull ka një GDP prej 17 miliard dollar, kurse Shqipëria rreth 18 miliard dollar. Por nëse do flasim për para kesh, sipas studimit të bankës zviceriane, në botë ka rreth 255 trilion dollar, ku 40% janë të përqendruar në Amerikë, Kanada, Meksik, dhe një pjesë shumë e majme shkon pikërisht në xhepat e kinematografisë. Bëhet fjalë rreth 90